Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Ditën e sotme po të xhirojmë një video e cila quhet Le të japim kuptim gjërave. Është një video krejtësisht spontane, pa skript, pa asnjë gjë dhe duke qenë krejtësisht natyral. Është një video e cila do jetë një panoramë se çfarë kam bër, çfarë po bëj dhe çfarë do të bëj në të ardhmen. Si fillim po e nisim me një prezantim. Unë quhem Indrit Abdiu, jam konsulent imobiliar tashmë për rreth 8 vitesh, e kam nisur karrierën time si konsulent imobiliar në vitin 2017, në dhjetor të vitit 2017, dhe sot e kësaj dite ende po vazhdoj në këtë industri, në industrinë e real estate-it. Por ka një ndryshim të vogël se tashmë në industrinë e real estate-it kam hyrë si një broker. Pra, unë kam nisur në fakt zyrën time që e kam marrë që përpara 3-4 vitesh, por kam qenë si freelancer, ndërkohë sot në perspektivat dhe në objektivat e mia të biznesit jam për t'u zgjeruar me konsulentë të tjerë për të dhënë, le të themi, një lloj shembulli në tregun imobiliar si një agjenci imobiliare me standarde të larta profesionalizmi dhe përkushtimi. Pse po e bëj këtë video? Janë disa arsye sepse jam duke e bërë këtë video. Një ndër to është dhe që është ndoshta edhe më e rëndësishme, është një premtim ndaj familjes. Unë së fundmi jam bërë baba, po së fundmi gjithashtu kam ngelur dhe pa baba. Dhe thellë brenda meje, ndoshta ndjem pak shumë thellë. Ndjem sikur nuk kam arritur do të jem personi më i mirë i mundshëm kundrejt familjes time. Kështu që kjo është një premtim dhe le ta quajmë dhe një shpjegim se çfarë kam unë në mendje për të ardhmen time, po gjithashtu dhe të familjes time. Arsyeja e dytë është një dokumentim për të ardhmen ku çdo njeri mund të shikojë se si një individ, ndoshta nga hiçi, mund të ketë arritur të nxjerrë sukses fal përkushtimit, fal përpjekjes, fal mësimit të përditshëm etj. Arsyeja tjetër që unë jam duke e bërë këtë video është edhe sepse duke bërë këtë dokumentim, ndoshta me shumë gjasa dhe sidomos këtu në Shqipëri ku njerëzit ndoshta nuk kanë shumë pjesën e besimit tek puna, tek përkushtimi, po mendojnë se çdo gjë mund të bëhet nëpërmjet paraspist apo etj. Pra besoj që duke dhënë një dokumentim dhe duke treguar të gjithë procesin nga zeroja dhe le të themi në një pikë të caktuar ku mund të shkosh, se si mund të arrish, fal përkushtimit, fal përpjekjes etj. Në këtë mënyrë ndoshta mund të bëhem frymëzim për ata njerëzit që ndoshta nuk besojnë. Atëherë unë besoj shumë që çdo njeri përpara se të niset për të ndjekur një rrugë kundrejt ndaj suksesit, duhet që pikë pari të mendoj tek vetja fundin. Edhe duke patur në mendje fundin, mund të arrit të definoj, le të themi, mund të arrit të definoj misionin personal. Besoj shumë që çdo njeri duhet të ketë një mision personal dhe duhet të ketë një kontribut në shoqëri. Pra mendoj shumë që si qenie njerëzore, përsa kohë që ne kemi ardhur në jetë, kemi një detyrim ndaj kësaj shoqërie, që të japim në një formë të saktuar apo në një formë tjetër kontributin ton për ta bërë këtë shoqëri më të mirë dhe të eci dhe të zhvillohet përpara, sepse deri në këtë pikë ku ne kemi ardhur si pasojë e kontributit që të tjerët kanë dhënë për ne ndër vite. Atëherë, kush është misioni im personal? Misioni im personal, që unë e kam arritur ta definoj dhe e kam kuptuar, është se duhet të bëhem një njeri më i mirë dhe më efikas çdo ditë. Në çfarë kuptimi? Mua besoj shumë që një nga arsyet që unë pse kam ardhur në jetë është se duhet të jem një mbështetje e fortë
Pikë pari për familjen time. Duke u nisur me këtë mendim, me këtë perceptim, ku unë duhet të jem shtylla kryesore e familjes time, ku unë duhet të jem mbështetja më e madhe për familjen time, natyrshëm më lind që duhet të kontriboj gjithashtu dhe në shoqërinë time. Dhe unë mendoj se duke qenë një njeri më i mirë si fillim vet, më efikas vet, do arrish që të influencosh në mënyrë më të mirë tek familja jote. Familja jote, duke u bërë si pasojë e veprimeve tua, duke u bërë dhe ajo gjithashtu më e mirë, do arrijë që të influencoj tek shoqëria. Dhe besoj se ky është pikë pari, kontributi i parë që unë po jap në shoqëri. Pra, një lloj misioni, por kjo lloj forme mund të jetë pak forme largët, pra është një mision, por që nuk është i prekshëm. Forma e dytë që unë do jap kontributin në shoqërinë time është duke arritur dhe duke lënë gjurmë në forma të ndryshme ndaj kësaj shoqërie. Një nga ato është që unë kam zgjedhur të jap kontribut është nëpërmjet punës time në real estate, pra të ndihmoj sa më shumë njerëz që të blejnë apo të shesin pronën e tyre, po më shumë është për ata që duan të blejnë, sepse në një farë mënyrë prona është një investim jete dhe detyrimisht ti ke kontribuar në një farë mënyrë po prap në këtë shoqëri. Tash si lidhet me këtë pjesën e të qenurit më i mirë, të qenurit më efikas. Nuk mund të jem personi më i mirë nëse nuk i përkushtohem pikëpari vetes. Ndoshta shumica nga njerëzit mund të kenë parë që unë jam përpjekur që të bëj palestër, ndoshta mund të kenë parë që unë po lexoj, do duhej që ti kisha bërë mendoj ndonjëherë shumë kohë akoma më përpara. Megjithatë, asnjëherë nuk kemi vonë për këtë lloj misioni. Atëre, si do ta arrij këtë mision? Sepse misioni në fund ditës arrihet duke patur edhe një rrugë. Dhe rruga është për mua, është derisa unë të kem jetën. Por kjo rrugë do ndahet edhe në disa rrugë të tjera të vogla çdo ditë, në mënyrë që të arrij të përmbush qëllimin tim kryesor. Atëre, tek qëllimi im kryesor të kemi diçka të qartë. Kur them më i mirë dhe më efikas, nuk është qëllim arrogant, pra nuk dua që unë në thelb të jem një njeri më i shëndetshëm. Nuk dua që unë në thelb të jem një njeri që të jetoj 150 vjet, 105 vjet, 110 vjet apo ku dëgjon, pra nuk dua që të kem jetë gjatësinë më të madhe, por dua që për atë periudhë që unë do jetoj, të përpiqem të lë gjurmë sa më të mira në këtë shoqëri. Dhe si do ta arrij? E para, që të japësh sa më shumë kontribut në shoqëri, duhet që të kesh edhe para. Jo vetëm shoqëri, pikëpari në familje. Dhe gjëja më e rëndësishme që unë duhet të fokusohem është puna edhe biznesi. Pra, kur kam zgjedhur që të punoj në real estate, ndoshta një shtys shumë e madhe që unë e kam nisur, jo ndoshta, por një shtys shumë e madhe që e kam nisur është sepse kjo industri është një industri e cila më lejon që unë të kem mundësinë që të bëj më shumë para. Po të bësh para dhe me djers në mënyrë të pastër. Besoj se këtu në Shqipëri të paktën është një nga mundësitë më të mira. Unë tashmë në atë kohë ndoshta nuk kisha googulluar shumë, po e kam nisur deri diku këtë rrugë, mund të ketë dhe mundësi tjera për të bërë para, por momentalisht mendoj se nuk jam në fazën për të eksploruar gjëra të reja në mënyrë që unë të kem mundësi të bëj para. Pra, kam krijuar deri diku një background në këtë industri dhe mendoj se tashmë është momenti që të zhvillohem akoma më shumë. Një arsye tjetër sepse e zgjolla këtë industri është sepse është pikërisht për atë
kontributin që unë mendoja. Kam qenë një person I cili kam dashur dhe kam patur qef që të kem marrëdhënie me njerëzit. Në një farë mënyre lind tek kështu natyrshëm që unë të komunikoja shpesh, të bisedoja, po gjithashtu kisha vënë re tek vetja ime që nuk kisha një person I cili të mund të qëndroja në zyrë, po themi 8 orë të ditës, ulur duke u marrë me tasqet dhe me detyrat e tua, po I mbyllur. Kam dashur që të jem në një farë mënyre, po e quajmë të mos kisha një rutinë, një ditë e cila niste çdo ditë në të njëjtën formë në punë dhe mbaronte në të njëjtën formë. Pra doja pak dinamizëm në atë përditshmërinë time. Nuk e di, ndoshta është emocionale kjo gjë dhe ndoshta mund mos jetë forma më e mirë e mundshme që unë kam zgjedhur që ta bëj këtë industri, por këto ishin disa nga arsyet sepse e zgjolla. Dhe gjithashtu të ndihmoja sa më shumë njerëz. Por që të treguem realisht të dy të parat ishin akoma më të rëndësishme. Forma tjetër dhe dytë se si unë kam zgjedhur që të jem më I mirë është të mësoj aftësi të reja. Mendoj shumë që në mënyrë që të bësh më shumë para, në mënyrë që të ecësh më shumë në biznes, besoj se duhet t'i përkushtohesh vetes edhe në disa aftësi. Edhe momentalisht qëllimi im është që të zhris dhe të zhvilloj aftësitë e mia, të rris kapacitetet e mia në mënyrë që të influencoj në mënyrë automatike tek puna dhe tek biznesi im. Aspekti tjetër që unë kam në këtë rrugtim është dhe performanca fizike. Që ta qartësoj. Sërish po e prek si temë, domethënë. Nuk dua që të jem personi më I shëndetshëm ku të dua të jetoj për 100 vjet. Nuk ka rëndësi. Të vdes mas 5 vjetësh, le të vdes mas 10 vitesh, le të vdes mas 20 vitesh. Mjafton që unë të jap kontributin në familjen time dhe në shoqërinë time. Dhe këtë kontribut do ta jap duke qenë një person më efikas, duke qenë një person më produktiv. Por që të jesh një person më efikas dhe më produktiv, mendoj se është detyrim që në një farë mënyre të kesh dhe një përkujdesje ndaj performancës fizike. Atëherë, le të nisim tek puna dhe tek biznesi. Tani unë do shpjegoj se çfarë kam në plan për të bërë gjatë të ardhmes. Dhe për momentin sfida ime është që është 100 ditore. Sfida ime është 100 ditore. Pra do filloj nga dita e nesërme që do hidhet dhe kjo video dhe do vajoj për 100 ditë. Do shikojmë se si ky rrugtim që unë kam zgjedhur apo më jep një impakt direkt në performancën time, në efikasitetin tim, sa po më jep, a duhet të vazhdohet po prap në këtë lloj forme kjo rrugë, apo do duhet të zgjidhet një rrugë tjetër. A kam deri diku sfida në këtë rrugë, a kam gabime dhe ku do duhet që t'i përmirësoj këto gabime. Dhe për këto 100 ditë të ardhshme, unë kam zgjedhur që në punën time gjëja më e rëndësishme është mendoj gjenerimi I licave. Nëse ti gjeneron lica në përditshmërinë tënde, mendoj se do kesh mundësinë që të bësh para. Dhe unë kam zgjedhur disa aktivitete për të gjeneruar lica. Aktivitetet janë në prospekt dhe unë si Indrit kam zgjedhur që t'i bëj vetë këto aktivitete. Dhe forma e dytë është nëpërmjet marketimit. Për nga aspekti I marketimit, është një punë e cila deri diku e kam deleguar dhe do më ndihmojnë në xhirimin e videove, në hedhjen e kontentit, në promovimin e pronave, në krijimin e fushatave e tjerë. Ndërkohë, aspektin e prospektit
kam zgjedhur që ta bëj vetë. Edhe unë kam zgjedhur që në përditshmërinë time të bëj 3 mesazhe tek ndjekësit e mi në Instagram, 3 mesazhe tek ndjekësit e mi në LinkedIn. Pra, do jenë mesazhe prezantuese ku unë do t'u kërkoj për të bërë biznes në industrinë e pasurive të paluajtshme. Do jenë 3 telefonata, quhen for sales by owner. Pra, janë ato persona të cilat kanë publikuar, kanë zgjedhur për të promovuar dhe për të publikuar pronat e tyre vetë, pra nuk po zgjedhin agjensi. Megjithatë, këta njerëz, duke qenë të hapur në treg, mund të bëhen mundësi po pra për neve që ne t'i listojmë pronat e tyre dhe t'ua shesim apo t'ua japim me qira. Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm është telefonata, 3 telefonata në ditë kundrejt zhvilluesve, ndërtuesve, firmave të ndërtimit, të cilët unë do ulëmtoj në për mënyra të ndryshme për t'i identifikuar, pasi këto janë disa industri të cilat lidhen në mënyrë direkte me industrinë e real estate-it, dhe gjithashtu shumë e rëndësishme është dhe prospekti face to face. Kam zgjedhur që çdo ditë nga e hëna në të shtunë, e diela është ditë të cilën unë po gjithashtu do punoj, por në një farë mënyre do përpiqem që kontaktin me njerëzit të mos e kem, pasi edhe njerëzit vetë janë më në ditën e diel duan më shumë rati, duan më shumë qetësi, nuk kanë dëshirë të flasin me njerëzit. Pra nga e hëna në të shtunë do ta bëj, e cila është prospekt face to face, ku unë do takoj 5 njerëz përballë dhe do t'u prezantohem si ndriti që merrem me pasuritë e paluajtshme. Tani, në këtë fazë të biznesit ku unë jam, ndoshta të gjitha këto mund të mos i bëja. Pra, unë mund të kisha zgjedhur që këto aspekte, sidomos tani që unë po kam marrë dhe një zyrë, të mos i bëja, por kam vendosur që paralel me procesin e rekrutimeve, paralel me procesin e trajnimeve për çdo konsulent imobiliar i cili do bashkohet me zyrën time, të ndjek dhe këto hapa, dhe këto hapa unë t'i dokumentoj nëpërmjet kësaj videoje që po bëj, po dhe nëpërmjet videove të tjera që do t'i vazhdoj në vijim, në mënyrë që të bëhem shembull dhe për çdo konsulent imobiliar i cili do vi në këtë zyrë. Pra unë do jem shembull dhe do e kem shumë më të lehtë që për çdo konsulent imobiliar i cili do vi në këtë zyrë t'i them që shiko, disa nga aktivitetet që unë kam ndjekur dhe të cilat i kam dokumentuar, se unë i kam ndjekur dhe më përpara, në fakt këto si procese, dhe sa herë që unë i kam ndjekur, në fakt më kanë dhënë rezultat. Por tashmë kam zgjedhur që t'i bëj në mënyrë shumë konsistente dhe pa u ndërprerë. Dhe do t'i them, unë kam ndjekur disa hapa, nga A-ja deri tek Z-ja dhe për një periudhë X kohë. Dhe mua më ka dhënë rezultat. Kjo është rruga që ti duhet ta zgjedhësh. Nëse ti do të ecësh në këtë industri. Hajde dhe ta ndjekim bashkarisht dhe të shikojmë se si mund të përmirësohemi po prapë në këtë rrugë. Pra, e para është dokumentimi dhe shembulli. Besoj se një nga vlerat shumë të rëndësishme që unë do kem në këtë zyrë është lead by example. Pra, dua të ullëheq, por nuk dua të jem bëj si them unë, mos bëj si bëj unë. Pra, unë dua të udhëheq nëpërmjet shembullit. Duhet të jem shembulli më i mirë për zyrën time, për kolegët e mi, për çdo lloj bashkëpunëtori tjetër që unë do kem. Ky është aspekti i lead generation. Gjithashtu në përditshmërinë time duhet të bëj një proces i cili quhet follow up. Pra çdo ditë do detyrohem, duhet që unë t'i bëj follow up çdo klienti që është në databazën time sipas prioriteteve të caktuara që unë kam lënë në atë databazë. Gjithashtu duhet t'i rikthehem, që quhet një detyrë tjetër, follow back. Çdo klient i cili ndoshta ka bler, ka shitur më përpara me dikë tjetër,
ka dhënë me qera, ka marrë me qera me dikë tjetër, por gjithashtu ka shitur, ka bler, ka dhënë me qera ose ka marrë me qera me mua. Këto janë klientë të cilët duhet tu rikthesh dhe quhet follow back. Dhe kam po prap në objektivin tim ditor që të bëj minimalisht 10 follow back në ditë. Tu rikthem të paktën 10 klientëve duke i përshëndetur, duke i pyetur se si po shkon puna e tyre, se çfarë mund duhet një gjë ekstra për t'i ndihmuar etj. Po prap nga aspekti i gjenerimit licave, kemi vendosur që të shpërndajmë të paktën 150 flyersa në ditë për mua si ndrit. Pra, do jetë e panegociueshme çdo ditë shpërndarja e 150 flyersave. Gjithashtu do jetë dhe e panegociueshme shpërndarja e videove. Çdo ditë do provojmë dhe do hedhim content në social media, Instagram, Facebook, platforma X, LinkedIn, etj. Do jemi shumë agresiv dhe do përpiqemi që të postojmë, jo do përpiqemi se fjala përpiqemi, do ta bëjmë patjetër, do postojmë çdo ditë në social media. Tani, nga aspekti i mësimit të aftësive të reja. E thash edhe pak më parë, besoj shumë se duke mësuar aftësi të reja mund të bëhesh më i mirë dhe mund të japësh një impakt më të lartë tek puna dhe tek biznesi jot. Dhe unë kam zgjedhur që për të zgjeruar aftësitë e mia, për të zgjeruar horizontin tim, kam vendosur momentalisht që të lexoj të paktën 30 minuta çdo ditë. Leximet janë kryesisht në aspektin e zhvillimit personal, në aspektin e shitjeve, në aspektin e biznesit. Pra unë dua të përmirësohem, të bëhem një shitës më i mirë, të bëhem një biznesmen më i mirë, të bëhem një komunikues më i mirë. Mendoj se duhet që të rris ende aftësitë e mia të komunikimit. Dhe këtë mund ta bëj duke lexuar çdo ditë me të paktën 30 minuta. Në një fazë tjetër, kur unë ndoshta do mund ta arrij që biznesin tim ta çoj në atë fazë ku unë dua që ta çoj, mund t'i përkushtohem dhe disa aspekteve të tjera. Momentalisht unë e kam urgjente, unë e kam shumë urgjence që t'i përkushtohem biznesit, sepse më duhen të ardhura urgjente. Kemi nevoja imediate, le të themi, dhe nuk mund t'i jap vetes time në kohën time, nuk mund t'i jap, le të themi, një kohë shumë të madhe zhvillimit personal. Por gjithsesi nuk duhet dhe lën fare zhvillimi personal, pra nuk duhet lën fare. Dhe unë prandaj kam zgjedhur që të bëj 30 minuta në ditë lexim të librave për zhvillim personal, për rritje, për biznes, etj. Aspekti tjetër është performanca fizike. Siç e thash edhe pak më parë, nuk mund të jesh efikas pa patur një performancë të lartë fizike. Dhe unë besoj se një nga aspektet më të rëndësishme në performancën fizike është stërvitja, është palestra, po e themi. Kur kam nisur të bëj palestër në fillim, e nisa si një mekanizëm për të më rritur mua vetbesimin. Kam qenë shumë i dobët edhe mendoja se duke qenë me më shumë muskuj do kisha më shumë vetbesim. Si mentalitet ishte mentalitet tërësisht i gabuar, nuk duhet ishte, pra le të themi, nëse e kam bërë për këtë lloj mentaliteti, kam humbur kohë. Megjithatë, një impakt ma dha, më rriti vetbesimin. Kur pash veten me më shumë muskuj, më i fryrë, më shtua akoma më shumë vetbesimi. Por sot nuk besoj se vetbesimi duhet të mbetet në dorë të fizikut. Besoj shumë se duhet të mbetet në dorë të vetes dhe aftësive,
sa i aftë je për të komunikuar. Pra, nëse ti din dhe zotëron artin e komunikimit, nuk ka rëndësi a je i pashëndetshëm apo a je, ku dëgjon, çfarë të them, nuk ka rëndësi nëse je mbi peshë. Ka rëndësi që ti ke një aftësi komunikimi dhe mund të arrish të qash kudo. Dhe sot e kësaj dite, ku unë po stërvitem, nuk kam më si fokus që të kem më shumë muskuj sepse t'u tregoj njerëzve që unë kam më shumë muskuj sepse do kem me muskuj do kem më shumë vetbesim. Jo, vetbesimin po e bazoj tek vetja, tek indritjet dhe tek aftësitë e mia. Por mendoj se në biznes duhet të jesh sa më shumë i prezantueshëm dhe duke qenë në good shape, le ta themi, të qenurit në një si ta them, në një pamje të mirë fizike, në mënyrë indirekte do ndikoj dhe tek biznesi jot. Pra ti do rrisësh më shumë klientëve besimin ndaj teje. Kjo është një aspekt të cilin unë kam zgjedhur që ta bëj palestrën. Aspekti tjetër është sepse duke bërë stërvitje dhe sidomos kur unë e bëj në mëngjes në orën 6:15 stërvitjen, mbushesh me energji, mbushesh me motivim për gjithë përditshmërinë tënde. Pra në një farë mënyre, në këtë lloj forme, unë rris kapacitetin tim të efikasitetit gjithashtu. Kam zgjedhur që stërvitjen ta bëj 6 herë në javë dhe siç thash më përpara, që nuk dua që unë stërvitjen ta bëj për arsye se dua që të më shikojnë tjerët që unë të jem me më shumë muskuj. Jo. Nuk është ky mentaliteti. Kam zgjedhur që 3 ditë të këtyre 6 ditëve ti bëj për forcë dhe hipertrofi dhe 3 ditë për kardio. Pra në tërësi, pavarësisht se unë nuk dua që të jem personi më i shëndetshëm, nuk është ky qëllimi im që të jem personi më i shëndetshëm, duhet gjithsesi të jem i shëndetshëm në mënyrë që t'ja arrit të gjithë këto gjërat e tjera që unë kam. Dhe 3 ditë hipertrofi ose forcë dhe 3 ditë kardio janë disa aspekte që unë përmirësoj mirëqenien time të përgjithshme fizike. Gjithashtu, për të patur një performancë sa më të lartë fizike, duhen rregulluar dhe 2 aspekte tjera. E para është makronutrientët, pra energjia që do t'i japësh trupit tënd, dhe unë besoj shumë dhe mendoj që unë jam ushqyer në këtë lloj forme, pra jam ushqyer e kam parë ushqimin si një lloj burimi i energjie, pra jo si një lloj burimi, si një lloj aseti i cili do më kënaqë, do më shijoj, që unë nuk i rezistoj dot, por si një lloj burimi për të mbushur me energji. Dhe unë po ha thuajse çdo ditë të njëjtat gjëra, vetëm në mënyrë që të jem sa më energjik gjatë ditës. Tashmë, nga nesër e tutje, që do hidhet kjo video, do jem akoma më konsistent me këtë lloj forme. Pra, makronutrientët edhe ushqimi që do ha çdo ditë e njëjta gjë do jenë të panegociueshme, do jenë ushqime të pastra. Një aspekt tjetër në performancën fizike është dhe gjumi. Pra, duhet që të bësh një gjumë të mirë në mënyrë që në përditshmërinë tënde po prap të kesh efikasitet. Mirë po, duke patur parasysh që jeta është shumë intensive, koha është e pakët, unë kam zgjedhur që të mos bëj 7 apo 8 orë apo 9 orë, se si thot shkenca në tërësi, po kam zgjedhur që të bëj 6 orë, po ato 6 orë të jenë kualitative, pra të jenë cilësore. Dhe besoj shumë se duke patur 6 orë
në ditën time gjumë cilësor mund të më japi mua në vijim një efikasitet, një performancë të lartë fizike. Besoj se në gjithë të rrugë tim, gjumi do jetë një nga sfidat më të mëdha dhe duke patur parasysh që unë së fundmi jam bërë dhe baba, gjumin do ta kem pak problem, sidomos në këto 2 muajt e ardhshëm, por siç tham, nuk kemi nuk kemi nevojë të, ose më saktë, nuk duam t'ja dim se si do jemi nga ana e shëndetit. Ka rëndësi që ne të jemi në performancë të lartë fizike. Okej, pra, shumë faleminderit që më ndoqët deri këtu. Unë në vijim të gjithë të proces që juve ju a shpjegova tashmë, do ta kem në mënyrë konsistente çdo ditë dhe do përpiqem që po do jem në konsistencën time më të lartë. Pra, siç e thashë më përpara, është një premtim ndaj familjes dhe për familjen time do ta bëj patjetër. Dhe në vijim, në videot e tjera në vijim, do flasim shpesh se si më ka shkuar ky proces dhe çfarë mund të duhet të ndryshojmë. Shumë faleminderit edhe një herë që më ndoqët. Shihemi në videon tjetër të radhës.